Drejtoria vendore e Policisë së Lezhës ka vijuar punën intensive në parandalimin dhe goditjen e veprimeve të paligjshme, duke çuar para drejtësisë disa shtetas të përfshirë në vepra të ndryshme penale. Sipas bluve, specialistët për hetimin e narkotikëve arrestuan në flagrancë shtetasin EN, 31 vjeç, banues në Laç Kurbin, pasi u kap duke drejtuar një motomjet pa leje drejtimi. Gjatë kontrollit fizik, atij u gjet një sasi lëndë dyshuar narkotike llojit kokainë. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua lëndë narkotike, motomjeti dhe aparati celular. Po nga këtë specialist u referuan materiale në prokurori për shtetasin DS, 32 vjeç, banues në Laç Kurbin. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që ai drejtonte në aksin rrugor Laç Milot, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi lëndë të dyshuar narkotike llojit cannabis sativa, ndërsa specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit Kurbin po hetojnë për një rast të kallëzuar nga shtetasi BB, 61 vjeç, i cili deklaroi se një person ende i pa identifikuar ka tentuar t'i vë zjarrin automjetit të tij. Fal ndërhyrjes në kohë, automjeti nuk pësoi dëmtime materiale. Po kështu u shkallëzuar një rast vjedhje nga shtetasi RM, 33 vjeç, banues në Tiranë. Ai raportoi se në orët e para të mëngjesit të datës 30 maj në afërsi të autostradës Tiranë-Kurbin, një pasagjer që zbriti nga taksia i ka marrë një shumë prej 400.000 lekësh. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor referuan materiali procedurial në prokurori për shtetasin VA, 58 vjeç, banues në Kosovë. Në kilometrin e parë të rrugës së Kombit në fushë Milot, ai është përplasur me një automjet tjetër tip Toyota që drejtohej nga shtetësja MS, 48 vjeç, banuese në Prishtinë. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar MS, bashkëshorti i saj dhe vajza e tyre e mitur, të cilën ndodhen jashtë rrezikut për jetën në Spitalin e Traumës në Tiranë. Materialet proceduriale për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Lezhë për veprime të mëtejshme.